Përkundër prerjes së pemëve në orën 3 pas mesnate, kryetari i komunës Qëndër Andrej Zhernovski me vendim ka ndaluar punimet rreth garazhit në kate me stil barok përballë hotelit. Ai thotë se ndërtimi i një objekti të tillë do të paralizonte tërësisht këtë pjesë të komunës Qëndër dhe përveç kësaj janë konstatuar edhe lëshime gjatë procedurave të dhënies së lejes për ndërtim dhe fakti që 1 metër katror është shitur vetëm 100 euro flet për keqpërdorime të ndryshme. Ka miratuar vendimin për ndalimin e ndërtimit të garazhit në kate. Ai vendim kuptohet duhet të kalojë në këshillin e komunës. Objekti sa për informat ka 3 kate nën tokë dhe 9 kate mbi sipërfaqe. Do me thënë diçka që komplet do të mbyll këtë pjesë të qytetit dhe qytetarët me të drejtë reagojnë se ky garazh në kate i planifikuar këtu do të mbyll tërësisht këtë hapësirë. Çmimi 1 metri katror, besoni ose jo, në qendër të Shkupit është vetëm 100 euro. T'ju rikujtoj se tek Vero Marketi, metër katror kushton 500 euro, kurse këtu është bler vetëm 100 euro, dhe kjo mjaftueshëm dëshmon për disa segmente, por për këtë do t'ju informoj më tutje, deklaroi Andrej Zhernovski, kryetari i komunës Qëndër. Mbrëm rreth orës 3 pas mesnate u shkurtuan u pren të gjitha drunjt përballë Hotel Bristol, gjëgjësisht në komunën Qëndër, edhe pse dje kryetari i ri i kësaj komune lëshoi një moratorium për të ndërprerë të gjitha punimet e nisura në këtë komunë. Kryetari i komunës Qëndër Andrej Zhernovski rikujtoi se ai dhe ekipi i tij nuk dëshirojnë zënka me pushtetin qendror dhe partinë në pushtet, por premtoi se do të plas zënke madhe nëse konfirmohet se pushteti ka shkelur procedurat dhe ka bërë keqpërdorime të tjera për realizimin e projekteve të kontestueshme.